Edi Rama, i detyruar nga Bela dhe Belaja që e ka zënë me të dhe mesazhet që janë publikuar jo pak, por 69 me Ervis Berberin, mundohet ta quaj absurde dhe shkon në gjykatë kushtetuese. Shoku Edi, Noc Rockun the kanë bërë amerikanët, kanë bërë unë drejtësinë. Dhe jo drejtësia, po të gjykon. Dua të bëj një retrospektiv. Ishe dashura e beqarit, ministrit Ylli Pango, ju lut dhe i vajtin në shtëpi vetë, si gjithmonë, po kësaj radhe kishte marrë një kamerë. Dhe doktori e pushroi jo pak, por 4 minuta, i vuj notën 4 profesori që ishte në shtëpinë e tij me beqar me një të dashur. Po me këto mesazhet që kanë dalë, nëse do keni pak logjik qytetare, besë moral shqiptar, pa ata që quajnë veten akoma konservator shqiptar. Qa note mund t'i vini juve Edi Ramës?